Po tash këta njerëz që kontrollojnë gjithë ekonominë e vendit, ku nuk lejnë frymarrje për bizneset më të vogla, kanë glabëruar gjithçka, e kanë bllokuar. Si do të shpëntosh këta? Këta kanë fuqi financiare të madhe. Për shembull, Zamir Mane nuk po pushon duke shkatërruar. Nuk më shqetëson më fakti pse është pasuruar Zamir Mane. Por masakrat që po bën Zamir Mane. Për shembull, Palasa nuk flet kërkush, në të kundërt Blendi Ferziu dje i bënte një reklam për një hotel që pas ka blekën në Vjenë, se aty po më kërcet më për hotelin e Vjenës. Po. Në një kohë që nuk flet kërkush për atë se çka ka bë në Palas ku ka ndërtu mbi deltën e Palasës. Pra, ju e dini do sa më mirë kur vjen lumi Palasës me përrejt, aty bëhet një shpërthim, mund ndodhi një herë në 10 vjet, 20 vjet, por ai e ka bllokuar atë. Tjetër, tash Ishan Korç ka marrë gjithë parkun e Korç ku ka qenë kampi punëtorëve dhe e kishte hëngër parkun duke ndërtuar vila. Pra, e para, a ka një strategji për zhvillimin e këtij vendi dhe e dyta, a lejon kush masakra të tilla dhe pse i ka leju politika shqiptare këta njerëz që tash i kanë hyrë në korriz dhe nuk po dinë t'i hekin. Po pse ka lejuar, besoj që është fare e qartë. Sepse nuk ka politika shqiptare është hipokrizi. Beteja midis, ta quajmë tani, majt dhe djathtë, ata të cilët pretendojnë, po që nuk më duket që përfaqëson as njeri as tjetri, as të majtën, as të djathtën. Sigurisht që nuk është e vërtet. Se përsa kohë që asnjëri nuk flet për asnjë nga këto fenomene, për asnjë nga këto po nuk flet as media i dashur. As media. Nuk flet as media. Sepse edhe media. Unë Auçova kam shkruajt një artikull për Zamir Manen, 5 gazeta e hoqën më na 2 orësh. Sepse dhe media e fundit për nga radha, ashtu si edhe rasti i politikës dhe ekonomisë, sigurisht që është e bllokuar. Është fare e qartë. Është fare e qartë. Kështu që prandaj unë them që është një ngërç si do zgjidhet apo si mund të zgjidhet. E para do të them që është e vështirë. Padyshim që është e vështirë. Është e vështirë. Do po se pam realitetin ashtu siç është. Jam shumë dakord. Po rrejtën veten. Është e vështirë. Nëse themi pasandaj që në mos sot nesër se zhvillimi, se kultivimi. Se mendoj që duke i thonë gjona drejt, ndoshta ke shpresë për një riparim. Po vazhdon të rrejnë veten. Është shumë e vështirë. Po. Këto fenomene janë fenomene ekonomike, politike dhe mediatike. Sot qoftë njëri, a them unë, qoftë si Rama, ashtu edhe Berisha sot, forcën e tyre politike e kanë tek media, të shofësh, ekranet janë të kapura si nga njeri dhe nga tjetri. Dhe me aftësinë e injektimit të ekzistencës së përditshme mediatike ndaj publikut, kanë krijuar pikërisht këtë bllokim, ndoshta edhe mendor në shoqërinë shqiptare që vetëm këta janë prezent, e cila pasandaj pasqyrohet edhe në ato palo zgjedhje që bëhen në këtë vend. Kështu që është e vështirë. Cila është rruga? Rruga e vetme s'ka se si të jetë ndryshe përveç se rruga e procesit zgjedhore. Si një instrument. Po para se të shkohet tek proceset zgjedhore, ajo se çfarë unë shoh është një pjesë e shoqërisë shqiptare, asaj më të kultivuarës, që kupton nga këto çështje dhe që dhem për vendin, do duhet filloj, më herët është më mirë se sa më vonë, do duhet të filloj që kjo është një keqje e madhe që herë dhe së vonë, secili nga ne edhe do të na prek. Dhe do duhet të filloj të krijoj, më së fundi, mas 30 vitesh, të krijoj një bashkim forcash intelektuale po i quaj, më vjen një fjalë tjetër tani. Okej, dakor, e di që është e papërshtatshme. Jo, e di pse e them se gjithmonë jemi lodh me këto elita, se po kishim pas elita ne nuk do ishim këtë gjendje. Po themi elit, ata njerëz edhe nuk flas për të 30 vjet, po nuk kemi pas elita gjatë gjithë historisë sonë. Plotësisht dakord. Po themi ata njerëz të cilët e thon të vërtetën siç është. Po, edhe këtë konsideroj elitë. Kjo është elitë për mua. Nuk po them elita e cila ka dekorata falso të marra, nuk e di nga. Po mund të jenë shkrimtar, mund të jenë mjek, por nuk kanë kurajo. Ballafaqohen me. Okej, që të ketë kurajo, kjo është e para.
Dhe të kemë ndërgjegje dhe dashuri për ne. Ketë edhe një lloj ndjesie për këtë vendin tonë. Pikërisht për ja për këto, unë kam për ndjesi, nuk e kam. Ajo shkatërimet që kanë bërë këto me babzinë e tyre, po kjo është për të vu duhet kokë, domethënë, edhe ai vazhdon palasa ai. Po vazhdon hu themelin, e hedh ka zhveshat vend komplet. Dhe unë nuk e kuptoj sepse mu me ma fal nuk shkoj aty për plazh. T'ja shpjegimi që unë personalisht kom më parë, kur them kom më parë këtu 10 vjet më parë, shkoja në palas, s'kishte asgjë, është një gjë e bukur. Po. Mund shkoj brenda ditës, dhe një ditë bukur aty mbiu ajo gjë e mërshme që është tani. Mirë, gjë e mërshme. Ajo se çfarë do të them, para se gjithë Shqipëria të bëhet dhe të nështrohet këtij lloj fati të keq, ju thash, këto shpirtra të rebel që besoj që janë ende. Pak janë pak në zbritje janë, po. Në zbritje, po janë ende. Unë them që do duhet një farë mënyre që të gjej një pajtim mes njëri tjetrit për të krijuar, ndoshta për të dhënë një shkëndijë të vogël edhe publikut shqiptar, për ta parë pak sa më ndryshe atë ëndrrën ose maktin që po përjetohet tani në Shqipëri, me thënë drejtën.